Ndodh përplasje e madhe e Dumani I heq paletat Arben Krajës e shkarkon si drejtor dhe në vend të tij emëron Dorina Bejkon. Ajo që nuk pritej në këto ditë të nxehta qershori në fakt ka ndodhur duke u dëgjuar si një rufe në qiell të hapur brenda mureve të strukturës së posaçme SPAK. Dy njerëzit me influencën më të madhe në këtë prokurori, Altin Dumani dhe Arben Kraja, kanë patur një konflikt mes tyre duke çuar në përplasje të menjëhershme ndaj njëri tjetrit. Dhe përpasoj kjo situatë ka sjell reagimin e menjëhershëm të titullarit të institucionit Altin Dumanit, I cili ditën e sotme ka vendosur të shkarkojë nga posti drejtorit marrëdhënieve me jashtë Arben Krajën. Ende të paqarta mbeten arsyet e kësaj krisje mes dy drejtuesve, por tashmë një gjë e tillë ka ndodhur dhe Arben Kraja nga sot nuk është në nivel drejtues në SPAK. Një arsye e madhe ka ndodhur, të cilën e din vetëm ata të dy, që gjë që solli këtë situatë papritur, tha një burim pranë SPAK.